Mirëmëngjes, mirë se erdhët, jemi së bashku edhe në këtë ditë të premte. Erdhi fundjava, mirëmëngjes. Erdhi fundjava e dashur, mirëmëngjes. Mirë jam, po ti je shumë bukur. Vërtet, jemi kombinuar bashkë, jemi në të njëjtat linja ngjyrash me blume. Je shumë e bukur, Anila. Faleminderit shumë. I themi mirëmëngjes zonjave. Mirëmëngjes të dashur Anvisa, ju uroj një ditë bukur dhe ju ftojmë këtu te këndi joni gatimit për parë receta që do të përcjellim për juve sot. Receta për fundjavë, them unë, sepse ndoshta mund të jetë koha e mirë dhe të shkoni në plazh. Dhe që të shkoni në plazh, bëni këto donas, këto petullat e detit, them unë, sepse faktikisht këto lloj petulla i përdorim shumë kur i marrim me vete në plazh. Dhe bëjnë shumë të mira, të buta dhe të shijshme. Unë do ju sjell recetën si thua speciale, sepse ka dhe receta të tjera që nuk bëjnë me gjalp, nuk mund t'i shtojmë si thua vezë brenda, i bëjmë më të thjeshta, ato petullat më të thjeshta, por unë mendova që t'i sjell pak si më speciale, që do të thotë do të kemi gjalp, do të kemi vezë brenda, patjetër maja, do të kemi kos, që ky është sekreti këtu te këto petulla që kosi i zbutë dhe na i mban të buta, sheqer, krip, vanile, pak qumësht edhe pak ujë. Do me thënë për të përgatitur këtë brumin që si që shikoni, unë e kam gati. Ndërkohë kam bërë dhe caqë të tjera gati që i kam lënë aty që të më vinë pak. Do i tregojmë të gjitha procedurat, që nga brumi që na ka ardhur, nga mënyra se si do t'i përgatisim, nga mënyra se si do t'i skuqim pak më vonë. Deri nga mënyra se si do t'i hamë. Dhe deri në mënyrën e fundit që ne do t'i shoqërojmë. Duam t'i shoqërojmë me sheqer, duam t'i konsumojmë ashtu siç janë, duam t'i bëjmë me një sheqer pudër, duam t'i bëjmë me çokoladë. Këto janë pastaj mënyra të tjera që mund t'i sjellë edhe herë tjetër, sepse nuk do ta kemi atë kohën mjaftueshëm për t'i bërë sot të gjitha. Ne do i sjellim vetëm me sheqer ose kështu thjesht. Po këtë bëjmë? Prit. Do të vëmi. Kjo është hir djathi. Do me thënë, kur tani hira me shëllirën, s'është e njëjta gjë? Jo, shëllira është kur do me thënë e vëm djathin për të qëndruar ato ditët që do ta konsumojmë. Kjo është hir djathi, të cilën, do me thënë, kur mpikset djathi, e nxjerrim atë që lëm që të kulloj, dhe nga hira e djathit ne përgatisim, ose pim kështu, sepse bën shumë mirë për mëlçin, dhe në rast të kundër, mua më kujtohet gjithmonë kur merrnim djath në shtëpi, nëna jone na i bënte byrek. Me thënë, a zinte pak makarona me këtë hirën e djathit, sepse hira e djathit më mbrapa zihesh dhe bëhe gjizë. Hirën e zjenim dhe bënim gjizë. Mirë, po ajo na zinte një dorë makarona, edhe na i the vezë, djath brenda dhe këto, dhe na bënte një bryek që fryej, ajo çfarë të them ca i shishëm po. Ne do ta sjellim ndryshe. Do me thënë, pasticcio fshati me hir djathi. Që do të thotë, do zjem makaronat në hir djathi. E kam vënë të nxehet, mos keni frikë, që të më marri shpejt. Më marri shpejt përpara. Interesant. Pra, në 1 litër do të përdorim, do me thënë, për të zier makaronat. Më mbrapa do të kemi qumësh, do të kemi djath, do të kemi gjizë, vezët që kemi këtu, vaj, krip, këto, edhe gjalp. Sa gjalp jo. Më pëlqen nga kjo ideja e të zierit e makaronave me hirën. Po, sepse ndërkohë që zien Anila, ato marrin shijen e mirë të ëmbël që hira në momentin që del, do me thënë nga djathi, vjen pak si e ëmbël. Edhe plus pastaj që ajo pritet edhe na bën atë gjizën. Si qumshi prerë, si kulloshtër, ato që din, gjyshet nëna tona, moshatare dhe mia e din çdo të thotë kulloshtër. Po, është qumshi i parë, apo jo? Qumshi i parë dhe që bëhet. Që vjen si më i trashë dhe ka të gjitha ato vlerat maksimale të qumshit. Që duhet a pi viçin, fakt, është e vërtetë. Patjetër, por e konsumoj dhe ne. Ashtu. Sepse është situash ushqim shumë i mirë. Ja marri. A ti kthehemi me recetave. Ashtu. Do i vëm kapaku në Anila që të marri shpejt ajo temperaturë që të vendosi makaronat pastaj për të zier. Dhe sa të na bëhen makaronat, ndërkohë që unë mund ta fillojmë nga fundi neve dhe të dalim pastaj në krye. Po, dhe ne e themi gjithmonë kur kemi receta brumi që duan të vinë etj, e fillojmë nga fundi, por nuk lëm asnjëherë pas dore edhe përgatitjen e brumit, sepse ja ku e kemi tasin, do ta bëjmë në fund fare. Që do të thotë, fillojmë nga fundi. Brumi është bërë. Fundi fare ishte tek tigani, se këtu kemi fustanin faktikisht. Do themi pak me çfarë, me sa... Përbërësit. Si është bërë brumi i donatëve? 650 me 700 gram miell. Po. Shiko se sa i mirë që bëhet ky, nga që ka dhe gjalpin brenda, vezët e këto gjitha. Do i tregojmë edhe mënyrën se si do t'i përgatisim. Pra, që do të thotë 650 me 700 gram miell, do të kemi gjysmë filxhani ose dhall ose kos, të cilën e hollojmë dhe e kthejmë në dhall. Do të kemi
një lugë të çajit majam, ndoshta edhe pak më tepër, por nuk ka rëndësi. Nëse do të hedhim një lugë të çajit, do të qëndroj pak më tepër, do me thënë, për të ardhur. Nuk luan ndonjë rol, do me thënë, nëse duhet të shtojmë edhe pak më shumë. Tani, për sheqer 2-3 lugë, varin, do me thënë, se sa e doni, krip një lugë të çajit, vanile, një bustin vanile, qumë është më pak se gjysmë filxhani, do me thënë, gjysmë filxhani ujë dhe më pak se gjysmë filxhani qumë është. Do i shikoni, do me thënë, sa të zihet të bëhet brumi, që neve brumi tani na ka ardhur. Dhe pasi e pregatisim, në fund fare do të shtojmë gjalpin, do ja tregoj pastaj mënyrën se si pregatitet, gjalpi shtohet në fund fare, pasi është punuar, shtojmë gjalpin, të cilin gjalpin duhet ta kemi të ftohtë dhe e shtojmë duke e punuar. E lëm pastaj të qëndroj, është mirë të lëm të qëndroj në temperaturë të ambientit, sa më shumë të lëm, aq më mirë është që të vi, nuk e vendosim në sobë që të ngrojmë sobën dhe të vi, ky lloj brumi është mirë që të vi në temperaturë të ambientit, qoftë dhe 2 orë, 2 orë e gjysmë, sa ajo të ketë atë kohën për të ardhur. Që në këto ditët e ngrohta Ngrohta vjen shpejt, prandaj duam as të mbuluar se përpara në dimër ne mbulonim. Që të kishim mundësi që të na vini. Tani nuk ka nevojë as dhe të mbulohen. Mjafton mos kemi kondicioner të ndezur në shtëpi, të jemi në atë ambientin e pudrosim pak tani këtë. Dhe tani në verë me brumrat e kemi punon mirë, sepse nuk na mundojnë, vinë shumë shpejt për shkak të ngrohtësisë së ambientit. I hedhim një sy recetave të shkruara, të gjithë përbërësit që do t'ju duhen nëse ju të të përgatisni si ne këto 2 receta që kemi zgjedhur sot. Një pastiço fshati me hir djathi, një recetë shumë interesante më duket kjo për të provuar, kështu që mbajni edhe ju shënim, shikoni deri në fund se si do t'ju duket rezultati i pjatës kështu nga ekrani dhe më pas gatuajeni me këto përbërës. Një pako makarona, 1 litër hir djathi, 500 ml qumësht, 500 gram djath dhe gjiz, 3-4 vezë, 2 lugë gjelle miell misri ose miell gruri i fort, mirë do t'ishte miell ermik ose si migdali, gjalp, vaj, krip, piper, arr moskat. Petulla deti, donat të famshëm që i gjeni në çdo edhe kështu të gatshme, domethënë, po e mira është i bëjmë vetë në shtëpi, sepse bëhen shumë të shijshme, fëmijët i duan shumë, sidomos nëse i dekorojmë edhe me kremra të ndryshëm, me çokoladë etj. Na duhen 650-700 gram miell, miellin e grurit të zakonshmin, 2-3 lugë gjelle sheqer, gjysmë lugë çaj maja e thatë, 1 lugë çaj krip, gjysmë filxhan çaj dhall, na duhet 1/4 filxhan çaj qumësht, gjysmë filxhan çaj ujë vakët, 2 vezë, 100 gram gjalp. I pas kemi sot të gjithë filxhanat që kemi në shtëpi nxirrini. Në gjitha me filxhan. Lidhni lëngjet në një vend, ne vetnosim kështu se kati. U preu bëgjiz. U bëgjiza. U bëgjiza. Vërtet që shikon këtë. E pra, shikon si bëhet gjiz. E pra. Po ju matë, jo. Kjo është gjiz. E shikon? E shikoj. Mendova se ishte kështu thjesht termi gjiz, sepse trashe ju bëj, po buka vërtet gjiz. Është hir që bëhet gjiz. S'ka problem tani. Interesante. Ska që sot afshim pastaj? Ndoshta s'ka dashur kapaku, apo duaj kapaku që të bëj ky efekti? Shiko, unë e vendosim kapakun që të na nxitonim gjën, por nuk është se kishte nevojë për kapak. Okej, mos e nxitoni gjën. Jo, si ato videot, mos e bëni në shtëpi. Ashtu. Tani, këto zihen al dente. Shiko si u bën nga gjiza, ashtu do zihen, domethënë makaronat në giz. Kjo është hira e djathit. Edhe na bëhen shumë të mira. Nëse do ta pastrojmë ne tani këtu, do ta lëm 3-4 minuta që të na zihen, edhe pastaj do t'i kemi gati që t'i hedhim në tavë. Okej, e lëm ashtu për momentin, i lëm makaronat të na bëjnë gjysmë të zire dhe pastaj me to do të përgatisim një pastiço shumë interesante dhe në një mënyrë ndryshe, sepse vetë makaronat do të marrin atë shijen karakteristike, sepse nuk janë zier në ujë siç i bëjmë zakonisht, po janë zier në hir djathi. Gati po s'ka gjë se e pastrojmë pastaj?
sekundë. Nuk e lë do të ashtu, s'ta Jo. she do të syri ashtu. S'ma she syrisë. Okej. Këtej Tigani... Andej të lutem Anila, mund ta ulësh pak Ta ullë po pra temperaturën se e e shoh vaj. që po kërcet. Po. Tani, donat duen skuqur në goxha Yndyrë, po nuk yndyrë, që marrim do të yndyrë thotë, ato. Po. Nuk Thjesht marrim. duhet mbushur mirë tigani, bollshëm, që të bëhen ashtu të fryra, të mrajnë të formën atyre petullave të këndshme, se nëse do t'i themi në Shqip, donas kati petulla i quajmë ne. Petulla, prandaj, shiko, unë thash petulla deti, se zakonisht këto lloj petulla. Nga që i marrim me vete, po, përdorim, no. domethënë, i marrim kur shkojmë, domethënë, në Okej. det. Ja, shiko se si bëhen këto Atëra, me gjizë. Dhe bëhen shumë të shishme makaronat. Okej. Tani, ndërkohë, Tani, e bëm brumin me përbërësit që ju treguam në recet. Hapim një pet në trashësi gati 1 centimetër? jo, më pak. Më pak, Më okej. pak, rreth 50 me, domethënë ndërmjetës, në atë mas, ndërmjetës, se do vinë, shiko se na kanë ardhur. Tani neve s'kemi atë mjetin, kaca rrath që janë në enkas për t'i prerë. Pa. Kupate, domethënë. Unë se kam, nuk e kërkova, po nuk e gjeta. Po mirë, Nuk ne ka mund të rëndësi. marrim një rrath më të vogël, një më të madh. Duhet t'i krijojmë ato hapësirën në mes, apo jo? Po, ja. E, pra. Me Mos ka është e pak. vogël ajo, jo? Jo, mirë është ajo. Okej. Për këto që kemi, ja priten kështu. Në këtë mënyrë, s'ka problem për pjesën e brumit, prit se e mora. E punojmë prapë atë brumin që në mbetet edhe krijojmë të tjera. Po, po. Lehtas, mos nuk duhet punuar shumë, duhet punuar lehtas. Duhen prerë mirë këto anët. Ne se mbaj këto që kemi një herë këtu. Me këtë tani bëjmë këtë prerje në mes. Dhe kështu, bëjmë Edhe donat. këto. Tani heqim këtë neve këtu, të vëmë atë tavën. Shiko, Tani, është një ne mënyrë- pasi e bëjmë të veprimin, do duhet i lëmë të vinë prapë. Po, Kështu? po. Është një mënyrë që i presim kështu këto letrat, me qëllim që i marrim kollaj edhe i vendosim, domethënë atë. Të mos na prishet forma. Po, mos na prishet forma. Por, nëse nuk, ja, mirë doli kjo. Edhe këto bëhen kështu, domethënë petulla të voçkla. Bëhen shumë të lezetshme këto të voglat. Ashtu. Okej. I lëm, domethënë, rreth 20 minuta, edhe ne do t'i lëm faktikisht, sepse do marremi me pregatitjen. Ti nxjerrun ato nga furra që të tregojmë apo s'do i skuqim Jo, tani? s'ka problem, Jo, Anila, se po do s'do merrem skuqim. me pasticion, se është bërë gati ajo. Okej, Edhe mirë. prandaj, ju se... Në rregull, pa do t'i lëmë edhe pak ato. Atëherë duhet ta ulim edhe pak ato tiganin, se unë nuk e çova. Ule Anila fare plotësisht, më mirë të vëm pasticion brenda, Ta që të njëshi, sa mos ftofet fare? Okej. Edhe një këtu. Dhe këtë brumin unë do t'a mbledh, s'ka problem. Tani ne tregua mënyrën se si bëhen. Brumin do t'a mbledhim dhe do t'a bëjmë më vonë. Okej. Pra, përgatisim brumin, e lëm të vi. Këto kopsat? Hapim një pet, krijojmë format e donats. Ja. Me një gotë më të madhe, me një tap shisheje, nëse keni ato format që janë posaçërisht për donats e keni më të lehtë punën, nëse jo, në kuzhinë gjithmonë ka mënyra për të improvizuar dhe për të krijuar. E më pas, kështu në tavë do t'i lëm përsëri që të vinë. Tani e mblidhni prapë këtë, po lehtas dhe e hapni përsëri. Okej. Tani ne do t'a lëm për momentin, sepse duhet që të merremi me punë të tjera. Okej. E heqim. Në rregull. Dhe punët e tjera janë përgatitja e pasticos me makaronat që tashmë i kemi gjysmë të zjera, sepse kështu duhet të jenë, do të na duhet çfarë. Bëhet pastico pa vezë? Nuk bëhet. Kështu që do ta përgatisim si gjithmonë me vezët to Vital. Vezët më të mira që u gjeni në treg, më të freskëtat, më shpejt se sa mendon O Vital për t'ju sjell vezët në shtëpi, nuk ka kompani tjetër. Me cilësinë maksimale, me vlerat ushqyese, me mënyrën më të mire, më të shpejt për të nisur vaktin tuaj të ditës, e ndjeni veten me super energji, merrni pa diskutim atë proteinën e famshme që është kaq shumë e rëndësishme për organizmin tonë, në mënyrë të veçantë. Ju që merrni me aktivitet fizik, dini se sa e rëndësishme është konsumimi i vezëve disa herë gjatë ditës, por edhe të tjerët, sigurisht që vezët i kemi të rëndësishme dhe jo vetëm kaq, anvisat e dinë që vezët në frigorifer nuk mungojnë asnjëherë, janë pjesë
pjesë e recetave tona që nga ëmbëlsirat edhe recetat e ëmbla e deri tek recetat më tradicionale të kripura, siç është edhe pastiço që po sjellim sot, që në fakt po e gatuajmë në një mënyrë edhe më të shijshme, duke i zier makaronat me hirën e djathit, por gjithsesi veza në pastiço nuk duhet mungoj asnjëherë, madje në vezë, në byrek me qumësht, se çka ca recetat tonat që sa më shumë vezë të shtojmë, aq më, ose le të themi atë sekretin kryesor e ka tek vezët që hedhim, pra me 6 kokra vezë, me 7 kokra vezë bëhet më voluminoze, bëhet më e shijshme, merr atë ngjyrën e bukur të së verdhës së vezës, kështu që Ovital është suport i çdo familje për konsumatorin shqiptar, duke na ofruar cilësi në 4 stin. Shumë mirë Anil, atëre të dashura Anvisa, neve po i bëjmë direkt këtu, me qënë se tenxheria na u bë kështu, nuk i kalëm në enë tjetër, s'ka problem fare, si që kemi shikoni, me thënë që kanë thithur lëngjet. Janë zjerë makarona në mënyrë, do me thënë, jo plotësisht, në al dente themi. Al dente, po. Po jo al dente. Gjysmë të zjera, mund ta themi kështu. Më mirë. Po se nuk kemi një term e kam përshtypjen. Po, tani këtu ka miell misri, mund të përdori miell ermik, miell misri. Kjo është e bën më kremoze, e lidh më mirë pastiçon. Jo miell të zakonshëm, ose miell misri ose miell ermik. Është, domethënë, i bën atë lidhjen kësaj, domethënë, komplet pastiços. Tani, hedhim këtë miellin e misrit, këtu që është e nxehtë ende. E trazojmë. Edhe fillojmë tani. Këtu do të hedhim gjysmën e sasisë së qumshit. Do ju tregoj pse them gjysma. Se do bëj atë shtresën e fundit me vezë. Gjysmën e hedhim brenda. Hedhim gjysmën e sasisë së gjizës. Edhe do shtojmë edhe gjysmën e djathit. Djathin e dua kështu në copëza të mëdha. Mos ma hidhni djathin në thërmor fare, dua që djathi të ndihet brenda në pastiço. Të ketë ato copëzat e djathit. Ajo është që jep shije. Se dhe nëna dyshet tona e zënin djathin me duar dhe e thërmonin, që të ngeleshin copëza të mëdha brenda. Tani këtu hidhni edhe vaj. Edhe do të vendosim sa copëza gjalpi pastaj lart. Jo tani, nuk e do tani. Jo, nuk e hedh këtu brenda, do t'ja lë lart. Tani këtë masën e përgatitur, duke e lyer pak, ashtu, e hedhim brenda. Siç është. Po. Prandaj quhet edhe pastiço fshati. Kështu i bënte fshati. Po qyteti si i bënte? Ka mësuar nga fshati dhe ka bërë dhe qyteti kështu si fshati. Në rregull. Tani, që mos të na zëj, do me thënë makaronat na digjen lart, do marrim vezët. Sa vezë të marrim ne tani? Të marrim një... Shiko, 3-4 kokra është mirë. Tani ne këtu kemi... Fshati këtu kishte vezë, qumësht, kos, djath gjis, edhe... Të duhen më shumë, të marrë të tjera? Shiko, këto të dyja më duhen për recetën andej. Ashtu mirë, të sjellun të tjera. Kështu që dhe këto duhen të jenë në temperaturë të ambientit. Kështu që do t'i lëmë atje dhe do marrim të tjera. Edhe pasi kemi bërë kështu, marrim një pirun, do të rajmë fillimisht. Urta. Po, faleminderit. 4, mjafton? Vendosi këtu, po. 4 kokra vezë. Shumë mirë, faleminderit. Të lutem. Tani nuk po e bëja të testin, unë tani jam e sigurt për punën e testit. Ja ku janë. Kështu që... Ja ku kemi në ekran recetën, vijon për sëri të jetë aty për ju. Dua të tregoj në fund, ti shikoni si janë. Po e mba sekretë. E kemi tasin pak të thellë edhe. Nuk duken, por... Duken, një 2 të verda i pash. Ja, do t'i vendosim këtu, do t'i shikoj mulli. Për të kuptuar se çfarë bën një vezë Koko vezë. Është pikërisht kjo e ngjyra, forma. Do me thënë, dallohen vezët që janë të freskëta dhe janë ato që duhen. Ndërkohë, i trazojmë. Si pas dëshirës mund të shtoni piper, por krip po piper tani si pas dëshirës. Krip kemi hedhur edhe në momentin që kemi zjerë, do me thënë tek hira. Kështu që
këtu. Okej. Do të shtojmë tani gjizën. Okej. Edhe do përzim gjizën përpara. Do shtojmë pak qumësht. Sepse këtë do jesh shtresa e sipërme, që të ketë mundësi mos të na digjen makaronat. Prandaj bëhet kjo. Hedhim edhe qumshi. Tjetër në qumësht e hedhim kështu. Nuk e gjojmë do, pas të këja qumësht e do, vezët i do. Hedhim edhe pjesën e djathit, tjetër. I heqim, edhim dhe atë masën që kemi pregatitu, edhe ndemi në regu. Gjalpin a mungon vetëm. Po, që edhe gjalpin, thamë, do të ashtojmë në sipërfaqe. Duke kujtuar edhe se çfarë temperature dhe kozjatje do të respektojmë për pjekjen. Kjo tani shikoj do në 200 gradë, Do, faktikisht, sepse... Po, se dhe makaronat i kemi gjysmë të sira, kështu që... E 25-30 minuta do të shikoni juve. Okej. Se mos të bëhet e mirë, si thua t'jani. Po. Ja. E shikoni që ju thash për këto pjesë e djathit që i duat të ngelen kështu sipër? Edhe djathi dhe gjiza dhe na ndihmon që dhe makaronat mos të digjen. Por dhe është ndryshe, nuk është ajo të ngelen makaronat të thata sipër. Po, po. Dhe aq më shumë që këto tani janë zjerë me herë. E pat do me thënë. Si u bë hera. Pakës gjalp, në të gjithë sipërfaqen. Hapet gjatë pjekjes, fura ndezur më përpara, edhe pak, edhe jemi në regu mos atë e prove. Oh! E të prove për pak. Ta erdi vetë. Më trëmbi, Anila. Okej. Do thoni gratë, e mbyti në ndyrë, Katerina, jo se mbyta, sepse e mbyta në hirë djathi. Edhe në gjizë edhe në copza djathi. Tani e kemi në bulmet, po. E qojmë? Po, në furë. Në furën e shtëpis dhe jo në shtëpi, në furën e gjitonis. Sa e fort, pse ka që fort kjo sot. Dhe... Ashtu. Shkojmë në publicitet. Do kthehemi prap. Në regu. Jo, nuk kam asë një gjithë, thjesht të mirë bëjmë që shkojmë në publicitet, të pastrojmë dhe neve trezën tonë. Se kemi shpinë shumë rëmuj, që që bëhë këtu me mjellë. Kështu që bëjmë pak pushim tani, sistemojmë qik shpejt kuzinën dhe kur të kthehemi, do... Filloj me skuqen e donuts, do të bëjmë edhe brumin, në urejt kemi kopo, do të kemi ma do mëndja. Kemi. Mos u largoni, jemi në kuzhinë, ju presim këtu. Në studio jemi rikthyer, në kuzhinë jemi rikthyer. Recetat që kemi sjell për sot janë të dyja shumë të shijshme dhe interesante për të mësuar edhe për të gatuar. Të dyja mund të merren me vete, meqense Kati ka patur parasysh që këtë fundjavë shumë prej jush me siguri do të qëndrojnë disa orë larg shtëpie, dikush në natyrë, në ndonjë plazh, pse jo. Kështu që të gjitha nonat kujdesen që të përgatisin edhe ca ushqime për t'i marrë me vete. Edhe pastiçon gjithashtu mund ta presim në copoza të vogla, ti paketojmë në ato tasat e kuzhinës apo në paketime të ndryshme për t'i marrë me vete, gjithashtu edhe donuts apo këto petullat nëse i themi në Shqip, janë të preferuara për t'u marrë me vete në pikniqe apo në udhëtime të ndryshme të shkurtra apo të gjata që bëjmë gjatë fundjavës. Atëherë ne jemi gati, Anila. Jemi gati. Shikon, ndërkohë që unë kam vendosur ca të tjera këtu, pak më përpara, për të ardhur. Edhe kemi dhe ato që ashtu. Të cilat këto ende nuk kanë marrë atë pamjen edhe formën. Nuk është se kemi lënë shumë, por janë gati pothuajse, ndërkohë që duhet të shikojmë edhe vajin, se neve e fikëm faktikisht. Ja, me një të tillë mund ta testojmë. Jo, do t'i duhet më shumë kohë. Mirë, unë mendoj që të fillojmë këtë themun. Bëjmë brumin e donatsve. Si përgatitet brumi? Përbërësit që do të na duhen, radha e punës dhe të gjitha ato hapat që duhet të respektojmë për të nxjerrë ato donats e fryrë të shkrifë, të butë edhe shumë të shijshëm. Pra, këtu kemi mielin,
sa... 650 me 700, do me thënë 650, 700 e themi këtë, hedhim, do me thënë, rreth 600 gram miell fillimisht, dhe pastaj më mbrapa i shikojmë, në vezët janë më të mëdha, më të vogla. Do me thënë, duen pak më tepër lagështirë. Tani për qumshtin, themi atje 3/4 e filxhanit. Me sy janë këto gjëra, nuk është se po shtuat pak më tepër, e rëndësishme është të shikoni atë konsistencën e brumit në momentin e fundit që duhet. Do me thënë, as i fort brumi dhe as tepër i butë. E pat brumin, do me thënë, kur erdi, se si ishte. Ne duha të regoj unë tani se si duhet të jetë, që do të thot, fillojmë fillimisht duke shtuar gjërat e ngurta fillimisht. Do të thot, do të hedhim majan, ja shikoni, një lugë të çajit, është më pak se luga e supës. Hedhim majan, hedhim sheqerin. Kemi thënë që sheqeri është ndihmues. Ndihmues i mirë. Në këtë rast e kemi edhe brumin e ëmbël. Që duam që ta kemi pak të ëmbël, nuk duhet jetë kështu që të razojmë majan me sheqerin, me njerë maja do filloj të aktivizohet, do me thonë të filloj të ushqehet me sheqerin. E të razojmë që të ketë mundësi, do me thonë të përhapet gjithandej. Masi hedhim sheqerin, do të hedhim vanilen. Hodhëm vanile. Ajo do temperaturë që të piqen mirë. Të lartë? Jo, mesatare. Mirë, sa të vitë të ngrohet, të fillon të një qik do me thënë. Në temperaturë mesatare. Nuk qullosën. Jo, pra ndaj duhen në temperaturë mesatare që të piqen, do me thënë, mos të në se ashtu, kur është e lartë, rëmben nga jashtë të ngelen të qutha nga brënda. Kështu që duhet temperaturë mesatare për pjekën e... E lëme dhe pak sekonda sa të ngrohet vaj, sepse ka... Edhe pastaj e ulim në temperaturë mesatare. Pastaj e ulim dhe fillon. Atëre thamë, kemi hedhur sheqer, majan, vanilen, do të hedhim edhe kripën, thamë gjërat e ngurta fillimisht. Ta nuk do të hedhë me dorë këtë, mos fus lugën brenda. Mjaftueshëm është. I trazojmë edhe me punën e kripës, dhe është momenti që do të shtojmë edhe vezët. Le t'i marrim këto vezët. Vezët është mirë t'i kemi në temperaturë të ambientit. Si të verda, si të bardat janë një lloj. Ashtu, heqim dhe këtë. Të laj dhe pak duart unë se do të më duhen tani këtë ashtu. Në rregull. Dhe më pas në qohim trashësim e brumit, po? Duhet jetë ngrohtë, duke u përzier me ujin dhe me atë, do me thënë të jetë të vakta. Ashtë dhe shumë të ngrohta, sepse digjen. Trazojmë tani pak edhe për punën e vezëve të përhapen. Edhe fillojmë edhe shtojmë. Këtu kam kosin me ujë, do me thënë dhallë. Edhe nëse se keni dhallë, mund të hidhni shqeto kosë. Por e njëjta gjë është. Shqeto përmeti. Po pra, ajo më kujtua dhe mua. Ajo të kujtua? Edhim edhe qumshin. Ashtu. E trazojmë. Ne do shikojmë tani se sa ujë na duhet. E trazojmë fillimisht. Kështu, do me thënë, do shtojmë pak ujë, sa ajo do me thënë të na shkëputet nga anët. Ati si ka mundësi që kjo nuk rri? Po është pipong. Nuk rri. Nuk rri për qamet. Ashtu lëviz. Okej, e gjeta një gjysë pozicione. Ashtu. Tani e shiko, brumi, filloj do me thënë që nuk do doj, se thash për ujë, shumë pak ujë do. E shikoni, e kontrolloni brumin. Që do të thotë shumë pak ujë. Lutem Anila, ma jepa të ujmë se ujë temperature. Do me thënë ambienti është, se thash temperature. A mendo se është në rregull tani vaj të 7 e qova? Po, ja. Lërë edhe pak sa të mbaroj unë brumin tani, që mos ta zëm prap këtë gjë. Kjo... Ashtu, e punojmë. Kemi gjalpin atje. Thamë, gjalpin e duam neve që ta kemi të ftohtë. Ne tani se kemi të ftohtë fare, sepse e shikoni temperaturat të në... Nga dritat.
Kjo është mënyra, do me thënë, që bëhet brumi, kur punojt në makinë, ato makinat që janë për brum. Po, brumatricet. Bravo, ja. E bën kështu dhe është e njëjta gjë. Shiko se si u bë brumi, elastik. Përpara bëhet kjo veprim dhe pastaj bashkohet gjalpi, sepse nëse bëjmë gjalpin nuk e lë që brumi të përthis këto përbërësit e tjerë që neve hodhëm, i blokon inet e miellit. Gluteni nuk e lë që të punoj. E kuptaj. Prandaj hidhet në fund fare. E qartë. Të shkrifërohet edhe të marri dhe shije. Po. Dhe nuk e hedhim të gjithin një herësh, po e hedhim kështu në copza. Duke e futur brenda. Mos keni merak që fillon, do me thënë, që të ngjitet, sepse pastaj në momentin që do ta lëm që të vi, ai do pat se si ishte bërë. Do me thënë, pas ka një mënyrë ndryshe përgatitja e brumit të donatëve. Shiko, këto janë donat më speciale, Anila, se bëhen edhe me pak vaj brenda, bëhen edhe më thjesht. E kuptaj. Mund t'i mirë, ne i duam sa më afër originalit. Këto janë tamam, shiko, kjo është originale, mund të them një recetë amerikane. Po pra se donat amerikane janë me, kështu që... Që është e vërteta, neve i këthejmë do që i bëjmë me vaj, me kështë, po originalet janë që të bëjnë me gjallë. Qoftë këto, qoftë edhe kurasanët, për shumë që Franca i bën shumë të mira. Anglia, do me thënë, kanë kurasan, sepse ata i kanë vërtet me gjallë. Ne i themi me gjallë, po s'janë me gjallë. I bëjmë me vaj, edhe bëjmë petulla, pastaj. Kështu që, ja. Ky është brumi. E mori dhe gjalpin të atë që duhet, do me thënë, masën. Kur themi 100 gram që po doni që të bëni donat vërtet të shishën. Nëse ashtu, sigurisht që mund t'i bëjmë dhe me 50 gram, po specialet e i duan këto masa që unë ju thash. Ja, kjo është brumi. E shikon, nuk në gjitë as në duar, as të kena më. Kjo është brumi. Tani e mbuloni me një membran kuzhine dhe e lëni në temperaturë të ambientit dhe keni gati. Dhe më pas, atë që bëm në fillim fare, e hapim në një veprimit. Mund të shikoj në emisionin nga fillimi, Anila. Mos ja them, mos ja them. Nuk më lë katit jo atë. Shikoni emisionin nga fillimi, duke klikuar në dy kanalet tona zyrtare në YouTube, në News 24, në Villa 24, në Balkan Web gjithashtu, në Instagram, edhe në Facebook, kudo na gjeni, me të gjitha transmitimet e përditshme të News 24, sigurisht dhe me gatimet tona nga këndi i gatimit çdo mëngjes me Katerinën. Kështu që çfarë kemi bërë ne, do duhet ta shikoni videon nga fillimi deri në fund, edhe të kuptoni se si mbërrihet tek forma e donας, tek prerja, tek skuqen. Do ta bëjmë tani. Ja, tani do fillojmë me skuqen. Nuk besoj se kemi dhe shumë kohë ka ti, kështu që duhet... Po do skuqim, një pjatë do i skuqim. Po do i skuqim. Kam fjallën që ti kemi... Jo, ja. Ti kemi ca të skuqura. Do i kemi. Tani, do një të vendosni një letër kuzhine juve që mos të thithë, do me thënë, të ngelet pa vaj, bëheni, si ta doni, po hajde ta bëm edhe neve. E bëm edhe ne. Zakonisht të skuqurat mirë është që në pjatën ku do të vendosen, të kenë një tani të marim edhe këtë kapsin për të shmangur edhe atë pak e ndyrë që mund t'i mbetet. Edhe me këtë, po, kemi pas një tjetër, po hajtë po i marrë me këtë tani dhe të shikojmë, do t'a gjejmë. Dikuna e vurën zonjat. Prandaj thash me atë letër, Anila, se ato... I kap kollaj, po, kur i ketë ndara. Por që ne, kujdes duart, sepse a i vaj është... I hedhim një nga një, atë marim shka që është më... Hedhim edhe një. Kaq, po. Edhe shiko, mos mendoni të rrisni temperaturën, nuk ka nevoj që të rritet temperatura, ato bëhen në temperaturë mesatare dhe fillojnë që të piqen dhe të marrin atë ngjyrën e mirë avash, rrisin volumin, piqen, do me thënë, gjithandej, dhe shikojmë kur kanë filluar që të marrin atë ngjyrën e arit, themine, i kthejmë edhe nga ana tjetër, i lëm përsëri 1-2 minuta edhe nga ana tjetër, dhe i heqim pastaj për të
për t'i shijuar. T'i lëmë të qëndrojnë, edhe thamë për t'i shijuar i bëni në mënyrat të ndryshme. Jo duan dhe pak. Mund t'a ktheni një herë dhe t'a ktheni edhe një herë tjetër. Këto i pjekin edhe në furë, ka dhe donat që bëjmë në furë. Petulla në furë, po. Kjo na morin qikë më tepër se... Do jetë vënë e para, ajo. Ishte e para. S'mbajta mënd kush ishte e para. E po ato rotullohen. E unë basi regullin. Edhe do shikojmë pastaj që dhe ta ulim edhe pak anila. Ta lëm të pesa më mi që të bëjnë avash-avash. E të hedhim dhe këto pipongat që dhe mund, se dhe këto kanë lezetin e tyre, bëjnë shumë të mira. Besoj që kemi diku 2 minuta ko, 3 minuta ko, regjia do të na njoftoj për pak, kemi 4 minuta ko, kemi shumë mirë. Pra kemi mundësi të nxjerrim të skuqura. Po jo pasi që është to, Danila. Ja ta pyes. Mirë është. Mendoj që duhet ta lëmë edhe pak. Mirë, ja dhe pak sa të... Edhe pse duam në këto minutat e fundit ne do ta nxjerrim nga furra. Dhe do ta kthejmë përsëri për të bërë ato pjekjen përfundimtare, megjithatë atë idenë e parë e krijon si një pastiço e pjekur. Tham që donat se si për mund edhe ti zbukuroni me kremra të ndryshëm, me një çokoladë mënyrë do me thënë shkrirë. është që të bëjmë me sheqer pudër. Me sheqer pudër, po. Hedhim do me thënë pak gjalp, e përzim pak gjalp, pak qumësht, dhe bëhet si një krem, edhe i vendosim në ato i lyjim. Bëjnë shumë të mira dhe me ato. Po. Më duket se e kemi bërë njëra të kremin, nuk e kemi bërë, nuk mbajmë Danila. Që bëhet si pastë dhe fillon dhe ngrinë ajo pastaj kur lyhem, po. Këto piponga Danila kështu bëhen. Ja, i ndihmojmë kështu me këtë që të vinë. Prandaj me zore kthejmë. Nuk kthehen ato se prandaj kanë atë formën e pipongës. Mendova se s'dija ta bëja unë, po thjesht nuk kthehen. Jo, nuk kthehen se ato janë sferike nga të gjitha anët. Prandaj dhe nuk kthehen. Tani edhe temperatura ndikon këtu tani që neve na është ashtu. Temperatura e ambientit. I zbut, I zbut edhe ashtu, por prandaj duhen ato letrat. Edhe provojmë ne ndonjë kemi ndonjë që ta provojmë me letër? Nga këtu? Kemi, ja. E marim një që të ta hedhim ashtu me letër që hidhet shumë kollaj. Pra, për ta lënë, kur të vini të vinë, Katarina e ka... Nëse doni do me thënë që juve t'i bëni të gjitha me një formë të bukur, i vendosni në letër, edhe letra ndihmon do me thënë që ato mos të prishin formën. Pra, në letër është në këtë mënyrë, po kjo nuk ka ardhur, dhe ju e dalloni që është më e sheshtë. Mirë, po kemi ashtu neve kohë, do t'a pjekim dhe atë. Po, patjetër. Një të shikojmë edhe këto pipongat këtu. Edhe thamë pastaj si pas dëshirës, i bëni me, që e thonë, me sheqer. Zakonisht në për këshu, se edhe në përdet kur këshu Anila, që japin, që qëjnë nga këto, me sheqeri i pudrot dhe me thënë i bëjnë. Po, ajo është ma zakonta, pa tjetër. Ma zakonta dhe me thënë e tyre është sheqeri. Edhe këto mund t'i bëjmë me arra dhe me mjalt, të volçklat. Bëjnë të mira, i shoqërojmë me mjalt, të cilin e hollojmë, edhe... Okej, mirë. Mendoj që tani është më koha të nxjerrim pastiçën nga furra. Brumi nuk na duhet më. As këto nuk na duhen më. Katin, si po shkon? Jo, mirë shkojnë. Shiko, unë e kam ullur tani temperaturën që ato të bëjnë avash-avash faktikisht. Mënyra me mirë është kjo, që neve të na bëjnë avash-avash, to mos t'i nxitojmë. Okej. Pastiço me hir djathi. Kjo ishte? E ka rrit volumin, Anila. Po, në vërtet është. Shumë e mirë, do me thënë, është rritur volumi, ka lëshuar aromën e mirë, më shumë dikon pjesa
hirës që neve kemi zjerë makaronat, ajo e bëri të veçantë këtë lloj pastiço, mos hezitoni ta përgatisni, mund të gjeni hirë, dhe kur mund të gjeni, mund ta bëni faktikisht për të shijuar një gatim ndryshe. Çpati kjo tani sipas. Hajde vëm çik më tepër temperaturën. Atëherë, që të bëjmë kështu edhe mbylljen, unë mendoj që t'i hedhim dhe një sy të fundit gatimeve për sot, donat që janë shumë të shishëm. Hidhu një sy janë sa të më bëhen mua dhe me thënë t'i kthej edhe një herë këto. Po, edhe pastiço gjithashtu, me hirë djathi. Këto kanë qenë recetat për sot, këti ne vazhdojmë i pjekim, i skuqim ato që na kanë mbetur, se nuk do i çojmë dëm, po ndërkohë është momenti që t'i themi zonjave. Para se t'i themi mirupafshim, le të tregojmë domethënë edhe këtë me letër që do të thotë, i vendosim këtu. Nëse i duam kështu perfekte, thua ti? Ja. Dhe rëshket ajo nga letra. Rëshket nga letra, po unë e kisha kapur keq. Po se të ka penguar dhe 3 të tjera që ishin aty, do hapësir pak më shumë në tigan. Hapet ashtu perfekte ajo. Okej. Por që nuk ka rëndësi, shiko, petulla shtëpie janë. Mua më pëlqejnë domethënë që të kenë ato format e çrregulla që të thotë që neve i kemi bërë vetë në shtëpiat tona. Nuk janë makineri. Ndajemi me kuzhinën, duhet i themi zonjave zotrimet mirupafshim të hënën në kuzhinë. Edhe zotrinve, se vërtet në shohin dhe ata që s'ke vërteta. Të gjithve. Atëherë të dashura Anvisa, ju urojmë një ditë bukur, ju urojmë një fundjavë të bukur faktikisht, sepse dita po vjen të përfundohet sot. Mos hezitoni të përgatisni në shtëpiat tuaja, sepse vërtet do të ngeleni shumë të kënaqura. Edhe këto petulla donuts që neve ju tham, por edhe këtë lloj pastiço në mënyrë se si neve e përgatitëm, mos hezitoni ta bëni sepse vërtet do të ngeleni shumë të kënaqur. Faleminderit Anila, kënaqësi. Të lumshim duart Kati. Kënaqësia ime të uroj një fundjavë shplodhëse. Ditën e hënë takohemi në kuzhinë me të tjera receta, ndërkohë tani do të shkëputemi në reklamat e radhës, bashkë takohemi pas publicitetit me të ftuarit për sot.